Si të hiqni thinjat përfundimisht, receta natyrale që funksionojnë vërtet. Thinjat zakonisht shfaqen me moshën. Por disa njerëz i kanë ato shumë herët për shkak të gjenetikës, streset, ose mungesës së vitaminave dhe mineraleve. Për fat të mirë, ka mënyra natyrale për t'i vonuar ose për t'i trajtuar thinjat pa përdorur kimikate të rënda. Një ushqimi i duhur. Ushqimet e pasura me biotin, vitamin B12, bakër dhe zinc ndihmojnë flokun të ruajë ngjyrën natyrale. Shtoni më shumë vezë, farëra, arror dhe perime me gjethe jeshile në dietën tuaj. 2. Vajrat natyral dhe masazhi i skalpit. Vaj i kokosit, vaj i bajames dhe vaj i bajames së zezë nuk vetëm që ushqejnë flokun, por edhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në skalp. Masazhojeni skalpin 2-3 herë në javë për të stimuluar rritjen dhe ngjyrën natyrale. 3. Bimë që ngjyrosin natyrshëm. Hibiskusi, kafeja organike dhe shafrani indis mund të përdoren si maska natyrale për flokët. Këto bimë nuk kanë kimikate dhe ndihmojnë të mbanin ngjyrën e flokëve më gjatë. 4. Reduktimi i stresit dhe gjumi i mirë. Stresi i vazhdueshëm mund të shkaktojë shfaqjen e thinjave. Meditimi, sporti dhe gjumi i rregullt ndihmojnë trupin të prodhojë melanin natyrale që mban ngjyrën e flokut. 5. Kujdesi i përgjithshëm për flokët. Shmangni tharësit e nxehtë, bojërat me kimikate dhe shampo me sulfate. Trajtimi i butë i flokëve ndihmon që ato të qëndrojnë të shëndetshme dhe ngjyra të mos humbas shpejt. Këshilla praktike. Ndonjëherë kombinimi i disa metodave jep rezultatin më të mirë. Ushqimi i duhur, masazh me vajra, bimët natyrale mund të vonojnë ndjeshëm shfaqjen e thinjave.